Si ka mundësi, thot komentuesi, që i ke të gjitha frutat dhe perimet në baçen tënde? Dhe me të drejtë më pyet nëse i kam gjetur apo i kam mbjell vet. Po ja, si mendon ti, i kam gjetur apo i kam mbjell vet? Besoj se në shqiptarët, kudo që të shkojmë nëpër botë, do marrim se zbën një pjesë të Shqipërisë me vete. Po çfarë pjese do thoni ju? Kërkon gjithmonë që kulturën dhe traditën e familjes ku është rritur ta adoptoj sadopak edhe aty ku jeton. Unë banoj në shtëpi private në fakt dhe ka mundësi që të mbjell pemë dhe perime, por jam e sigurt që edhe në apartament po të kisha jetuar, do kisha mbjell perime në vazo. Por tani kthehemi te pyetja jote, nëse i kam gjetur apo i kam mbjell. Perimet është normale që do t'i mbjell vet vit pas viti, kurse për sa i përket pemëve, kur e kemi marrë këtë shtëpi në fakt, kopshti ka qenë një xhungël e vërtet. Aq shumë shkure dhe ferra ka patur në të, sa që nuk dukej ku ishte fillimi dhe ku ishte mbarimi i kopshtit. Mua të them të drejtën më zuri frika dhe thash ky kopsht nuk bëhet. Por im shoq më tha, mos ki merak se brenda javës ta bëj unë xic dhe pastaj mbill e planifiko çfarë të duash. Kamilja është e vetmja pemë e hajrit që ne kemi gjetur në këtë kopsht dhe të gjitha të tjerat janë të mbjella nga ne.